Në Korçë u zhvillua mbledhja e Komisionit Mbrojtjes Civile në nivel qarku, ku morën pjesë drejtuesit e institucioneve qendrore dhe atyre vendore. Takimi u fokusua në analizën e menaxhimit të emergjencave gjatë sezonit veror dhe në përcaktimin e masave përgatitore për përballimin e sfidave që mund të sjellë dimri. Prefekti i qarkut Nertil Jole vuri në dukje se të gjitha institucionet janë të pajisura me programin e emergjencave dimërore dhe se do të vijojë monitorimi i zbatimit me qëllim sigurimin e shërbimeve për qytetarët dhe mbrojtjen e sezonit turistik dimëror. Administrimin dhe masat para përgatitore për periudhën dimërore 25-26 në qarkun tonë, duke qenë se qarku ka dhe një frekuentim të shtuar të flukseve turistike në këtë periudhë, e për këtë arsye do duhet që të merren gjitha masat në raport me një mbikëqyrje dhe një monitorim të vazhdueshëm të kryesisht autoritetit rrugor shqiptar dhe subjekteve të kontraktuara për mirëmbajtjen dimërore, por edhe të shërbimeve që njësitë e vetëqeverisjes vendore ofrojnë për administrimin dhe mirëmbajtjen dimërore të akseve dytësore lice, të zonave më të thella rurale, për shërbimet që nuk duhet mungojnë aty jo vetëm sa i takon mirëmbajtjes rrugore, por edhe atyre të furnizimit me energji, me ujë, shërbimeve arsimore, shërbimeve mjekësore kryesisht, për të qenë gjithmonë të përgatitur për çdo situatë, për të ofruar shërbimin që kemi detyrim ligjor, por edhe për të qenë gjithmonë në një komunikim dhe ndërveprim si skuadër. Angazhimi i forcat policisë rrugore për menaxhimin e flukseve të larta turistike, rritja e sigurisë rrugore dhe shpangja e bllokimeve të akseve kryesore, patrullimet të shtuar në zona turistike, informimi dhe sensibilizimi nëpërmjet mediave lokale dhe për respektimin e rregullave gjatë temperaturave të larta dhe mbrojtjen nga zjarret në mjedise të hapura. Në mbledhje u nënvizuar rëndësia e bashkëpunimit me strukturave të rendit, emergjencave civile, transportit dhe njësive vendore për të garantuar reagim të shpejtë dhe efektiv ndaj çdo situate të mundshme.